Ku është zhdukur Mariza Ekonomi, misteri i mungesës së këngëtares së dashur. Prej muajsh, publiku shqiptar ka vënë re një mungesë të pazakontë në skenën muzikore. Këngëtarja e njohur Mariza Ekonomi, një artiste që gjithmonë ka qenë aktive e pranishme në festivale, intervista dhe koncerte, papritur është zhdukur nga qarkullimi artistik, duke lënë pas një pyetje të vetme. Ku është Mariza? Në rrjetet sociale, fansat e saj kanë filluar të shprehin hapur shqetësimin, duke pyetur se përse këngëtarja nuk po shfaqet më as në evente publike, as me projekte të reja. Komentet në Instagram dhe Facebook janë të mbushura me mesazhe të tipit "na mungon zëri yt", "kur do të kthehesh", ose "mos vallë ke vendosur të largohesh nga muzika". Nga ana tjetër, qarkullojnë disa hipoteza. Disa burime jo zyrtare flasin se Mariza është e fokusuar tërësisht në punën për një album të ri, i cili po përgatitet me shumë kujdes dhe do të jetë rikthimi i saj i madh. Të tjerë mendojnë se ajo ka zgjedhur të bëjë një pauzë për arsye personale, duke qëndruar larg zhurmës së jetës publike për t'u përkushtuar vetes dhe familjes. Megjithatë, ajo vetë nuk ka dhënë asnjë deklaratë konkrete për këtë mungesë. Kjo heshtje vetëm se ka shtuar më shumë misterin dhe kurreshtjen e publikut. Për një artiste me një karrierë të pasur, me këngë që kanë shënuar breza dhe me një zë unik që dallon në çdo festival, çdo mungesë ndihet menjëherë. Një gjë është e sigurt, Mariza Ekonomi ka krijuar një lidhje të fortë emocionale me publikun shqiptar. Ndaj, fansat e saj janë të bindur se zhdukja e saj nuk është fundi, por vetëm një pauzë përpara një rikthimi madhështor. A do të jetë ky një projekt i ri muzikor, një koncert surprizë, apo ndoshta një hap i guximshëm jashtë kufive të Shqipërisë? Kjo mbetet për tu parë. Deri atëherë, pyetja mbetet e hapur. Ku është zhdukur Mariza Ekonomi?